Alexa rriti 2 djemtë e saj bynjak, Alonso dhe Alfredo, e vetme pasi burri i saj i la kur fëmijët ishin vetëm 1 vjeç. Edhe pse ajo ishte një shtëpiake në atë kohë, ajo detyrua të punonte 2 punë, gjë që përfundimisht ndikoi në shëndetin e saj. Para ndarjes së tyre, Alexa dhe ish-burri i saj Steve kishin një marrëdhënie të lumtur. Ata shijonin rritjen e fëmijëve të tyre së bashku, si dhe fazën në muaj të mjaltit të jetës së tyre të hershme martësore. Gjithçka ndryshoi kur Alexa u diagnostikua me lupus, një sëmundje autoimune pa shërim. Është një sëmundje kushtueshme që kërkon ilaçe mirëmbajtjeje, të cilat ndikuan në buxhetin mujor të Steve. Në një moment, familja kishte nevojë për aq shumë para sa diçka te Steve më në fund të thye. Nuk mund ta bëj më këtë, bërtiti ai. Ndjem si një bankomat në këtë familje, gjithçka që bëj është të jap, kur nuk marr asgjë në këmbim nga asnjëri prej jush, u ankua ai te Alexa. Më vjen keq i dashur, do të gjej një punë që të ndihmoj të paguajmë faturat. Mund t'i lë fëmijët me mamin tim, jam e sigurt që ajo do të jetë e lumtur të kujdeset për to, ofroi ajo. Jo, dhe pastaj çfarë do të thonë miqtë tan? Do të thonë se jam një burr i papërgjegjshëm që detyron një grua të sëmurë të punoj. Do të mendojnë se nuk jam mjaft të rris një familje, argumentoi Steve. Alexa u hutua me atë që Steve po përpiqej të nuk kuptonte. Ajo mendoi se ai po i kërkonte në mënyrë të thorë të punonte, por kur ajo ofroi, ai refuzoi. Atëherë çfarë dëshiron të bëjmë? E pyeti ajo. Dua të kem një familje normale, shpërtheu papritma Steve. Si mund të kem një familje normale me një grua që ka një sëmundje të pashërueshme gjatë gjithë jetës? Zemra Alexa sufondos sa po dëgjoi këtë. Ajo kur nuk ishte dashur të sëmurej dhe kur nuk ishte dashur të ishte barë për kënd. Më vjen keq që ndjesh kështu, Steve, tha ajo me trishtim. Kur nuk kam dashur të kem lupus. Diagnoza më dhëm, po aq sa të frustron ty. E po më vjen keq, Alexa. Mendoj se duhet i japim fund tani. Më mirë tani se më vonë. Nuk dua t'u nxjerr frustrimet e mia fëmijëve dhe nuk mendoj se mund ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke jetuar kështu. Duhet të divorcohemi, tha Steve para se të dilte nga dera. Alexa u shkatërua. Ajo ul në dysheme dhe qau, duke mos ditur çfarë të bënte. Ajo e donte Steven shumë dhe mendonte se ata kishin bërë një premtim para Zotit për të qenë bashkë, për të mirë e për të keq, në sëmundje dhe në shëndet. Pasi Steve u largua, Alexa telefonoi maman e saj duke qarë. Ai sapo më la, mami, nuk di çfarë të bëj, ndihem kaq e humbur. Stefani s'ju deshën më pak se 30 minuta për të arritur në shtëpinë e vajzës së saj. Ajo e përqafoi gjithë mbrëmjen duke u përpjekur ta ngushëllonte, ndërsa kujdesej për binjakët. Mami është këtu e dashur, thiri Stefani. Ajo lejoi të qante për një kohë dhe më pas e inkurajoi të fortësohej dhe të fillonte të kërkonte punë për të rritur fëmijët e saj në një mjedis të rehatshëm. Përfundimisht, Alexa gjeti një punë të shkëlqyer duke punuar si dizajnere në një dyqan lulesh lokal. Kjo i mundsoi të paguante faturat dhe të kishte pak parashtesë për të kursyer për ditë të vështira. Jeta vazhdoi si zakonisht për familjen. Stefani shiti apartamentin e saj dhe filloi të jetonte me Alexën dhe 2 fëmijët. Ajo ishte e lumtur të ishte gjyshe me kohë të plotë, siç kishte ndërruar gjithmonë për atë pikë të jetës së saj. Më vjen keq që të ngarkoj me kujdesin e fëmijëve, mami. Ti duhet të shijosh pensionimin, tha Alexa një ditë pasi pa maman e saj duke larë rrobat ende në orën 9 të mbrëmjes. Mos u bëj që sharake, Alexa, ma pëlqen të jem gjyshe. Shijoj të qenit në shtëpi gjithë ditën me Alonson dhe Alfredon. Mos u shqetëso, vetëm premto të mos punosh kaq shumë. Kalo pak kohë me ne. Nuk mund të stresosh veten sepse mund të kesh një rikthim, i tha ajo. Kaluan disa vite dhe jeta vazhdoi si zakonisht për familjen. Alexa u promovua në partner të lartë në dyqanin e luleve ku punonte dhe filloi të punonte orë më të gjata me pronaret e dyqanit. Fatkeqësisht, suksesi në punë dhe fitimi më shumë parave ndikoi në shëndetin e saj dhe sëmundja mori një formë agresive. Alexa filloi të përjetonte dhimbje muskuj, shkyçesh dhe gjoksi, të cilat pengonin aftësinë e saj për të punuar. Alexa filloi të kalonte gjithnjë më shumë kohë në shtëpi dhe ilaçet e saj të mirëmbajtjes filluan të grumbulloheshin dhe të bëheshin më të kushtueshme. Përfundimisht, parat mbaruan dhe me kursimet e saj nga disa vite të fundit. Mami, nuk di çfarë të bëj.
I tha Aleksa me dobësi mamasë saj një natë. Nuk dua që fëmijët të rriten pas gjë, por ilaçet e mia janë kaq të shtrenjta. Qau ajo. Është sikur duhet të zgjedh mes të ardhmes së fëmijëve të mi dhe aftësisë sime për të qëndruar gjallë për të parë atë të ardhme. Stefani siguroi vajzën e saj se do të ndihmonte të paguante faturat për aq kohë sa mundej, por edhe kursimet e Stefanis përfundimisht do të shteronin, duke qenë se ajo tashmë ishte në pension. Pak e dini Stefani dhe Aleksa se Alonso dhe Alfredo po dëgjonin bisedën e tyre. Diçka nuk është në rregull, I tha Alfonso vëllait të tij. Mami ka nevojë për ndihmën tonë. Dhe në moshën 6 vjeçare, binjakët e kuptuan çfarë po ndodhte në shtëpi. Atë natë ata bën plane për të ndihmuar maman. Alonso, le të vendosim një stend limonate jashtë shtëpisë çdo pasdite, kështu mund të fitojmë disa para për mamin, sugjeroi Alfredo. Është një ide e shkëlqyer. Le të vizatojmë disa shenja që mund t'i vendosim në garazh dhe rreth lagjes, tha Alonso duke marrë disa letra dhe kutinë e tyre me materiale ngjyruese. Filluan të punonin në shenja dhe Alonso papritmas pyeti veten nëse do të fitonin mjaftueshëm. A mendon se kjo është në rregull tashmë? Ndoshta mund të shesim disa, sugjeroi ai. Vëllezërit binjak filluan të shikonin rreth dhomës, duke kërkuar gjëra që mund të shisnin. Mendoj se mund të shesim lodrat tona, ofroi Alfredo. Mami është më e rëndësishme se të gjitha lodrat tona. Alonso tundi kokën në pajtim. Morën një kuti nga dollapi i tyre dhe mbushën me lodra dhe madje edhe rroba që mund të shisnin para stendës së tyre të limonatës. Të nesërmen, Alonso dhe Alfredo nuk humbën kohë duke ngritur stendën e tyre. Ata I than Stefani se ishin të mërzitur dhe donin të provonin të shisnin limonate fshinjet, dhe ajo me kënaqësi ndihmoi të vendosnin gjithçka. Kur Stefani nuk po shikonte, ata nxorën lodrat e tyre fshehurazi dhe vendosën para stendës së limonatës, ku nuk do të ishin të dukshme nga brenda shtëpisë. Ulën dhe pritën që klientët u afroheshin. Fillimi ishte I ngadalshëm, duke shitur vetëm 2 gota në 30 minuta. Megjithatë, kur një udhëheqës I komunitetit kaloi aty pranë, ai bëri një foto të stendës së limonatës dhe postoi në bisedën e grupit të tyre. Njerëzit dolën nga shtëpitë e tyre brenda pak minutash për të mbështetur stendën e Alonsos dhe Alfredos. Ata shërbyen 10 gota limonata dhe shitën shumicën e lodrave të tyre në vetëm disa orë. Kur ishin gati të mbyllin ditën, një makinë e shtrenjtë papritmas u ndal para shtëpisë. Fqinjët ishin kurioz, pasi nuk e kishin parë kurrë më para atë makinë në lagje. Kush mund të jetë ai? Pyetën ata. Sapo makina u ndal, një burr me kostum të zi, të rregull, doli dhe kërkoi një gotë limonadë. Alonso me kënaqësi derdhi një gotë dhe ia dha atij. Cila është arsyeja e stendës suaj të limonatës djem të rinj? Pyeti burri. Dhe pse po shisni lodrat tuaja? Ato ende duken të bukura. Tha ai duke mbajtur lart një makinë lodër që dukej krejt e re. E po, mami jonë është e sëmur, zbuloi Alonso. Ajo ka lupus dhe për shkak se ka punuar kaq shumë, u përkeqësua dhe tani duhet të blej ilaçet e shtrenjta, shtoi Alfredo. Burri ndjeu keqardhje për 2 djem dhe I admiroi për dashurinë e tyre të pafajshme ndaj mamas së tyre. A është mami juaj brenda në shtëpi? Pyeti ai. A mendoni se mund të flas me të? Alonso tundi kokën dhe I kërkoi Alfredos të kujdesej për stendën e limonatës, ndërsa ai e çoi burrin brenda shtëpisë së tyre. Mami, thirrri ai, një nga klientët tanë të stendës së limonatës dëshiron të flas me ty. Aleksa u befasua kur dëgjoi, por gjithsesi u përball me burrin e pasur. Si mund t'ju ndihmoj, zotëri? Ju lutem, më falni për rrëmujën në shtëpi, tha ajo duke I bërë me dorë të ulej në divan. Isha duke kaluar me makinë këtë rrugë, kur pash binjakët tuaj duke shitur limonadë dhe lodrat e tyre. Pyeta vetëm se po e bënin këtë dhe ata më thanë se ishte për t'u ndihmuar me faturat tuaja mjekësore. Shpjegoi ai. Sytë Aleksës u zgjeruan. Fëmijët e saj kishin thënë se po shisnin limonadë thjesht sepse nuk kishin diçka më të mirë për të bërë. Nuk e dija që ishte për mua, tha ajo me sytë që u mbushën me lodë. Jam këtu sepse u prekën nga historia e tyre dhe dua t'ju ndihmoj. Motra ime u diagnostikua me lupus dhe disa e kushtueshme është për t'u trajtuar. Dua të mbuloj shpenzimet tuaja mjekësore, deklaroi ai. Aleksa u befasua nga bujaria e burrit, por shpejt u ndi kokën. Nuk mund ta pranoj këtë. Këto janë parat tuaja të fituara me mund, dhe nuk mund të jem në gjendje t'ju ofroj asgjë në këmbim ose t'ju kthej borxhin, tha ajo. Nuk pres asgjë në këmbim, tha burri duke nxjerrë çeqet e tij. Ai filloi të shkruante një shumë të pazbuluar para Aleksës. Mbylli një çek në një zarf dhe ja dha asaj. Ju lutem, merreni, këmbguli ai.
Shpresoj të jetë e mjaftueshme për të mbuluar ilaçet tuaja dhe për të shlyer çdo borxh që mund të keni. Kur të jeni në gjendje ta bëni këtë, kalojeni këtë mirësi te dikush tjetër që ka nevojë për ndihmë, i tha burri. Aleksa mori zarfin me lot në sy. Faleminderit zotëri. Ciao ajo. Nuk e keni idenë sa shumë do të thotë kjo për mua. Vetëm dje thash mamit tim sa e friksuar isha që nuk do të mund t'i shija fëmijët e mi të rriteshin. Pranoi ajo. Jam i lumtur që mund t'ju ndihmoj ju dhe familjen. Keni djem kaq të mrekullueshëm. Ata kanë nevojë për maman e tyre për t'i parë duke u rritur dhe një ditë duke ndryshuar botën me bujarinë e tyre. Po ta kam nevojë për më shumë njerëz si ata, tha burri para se të ngrihej për të ikur. Aleksa e ftoi burrin për darkë atë natë, por ai refuzoi. Ai tha se duhej të kthehej në punë dhe u përshëndet. Kjo ishte hera e parë dhe e fundit që Aleksa dhe binjakët pan burrin bujar. Kur ai u largua me makinë, Aleksa pothuajse ra në dysheme kur pa sa shumë para i kishte dhënë ai. Nuk ka mundësi, tha ajo me vete. Shuma ishte mjaftueshme për të mbuluar vite me ilaçe mirëmbajtjeje, për të trajtuar sëmundjen e saj autoimune, për të shlyer hipotekën e shtëpisë së tyre dhe për ditë të vështira. Ajo përqendrua në përmirësimin e saj që të mund të kalonte kohë cilësore me mama dhe 2 fëmijët për dekada me radhë. Nëse ju pëlqeu videoja, ju lutem jepini një pëlqim dhe konsideroni ta ndani me dikë që mund ta gjejë interesante. Faleminderit që na ndoqët. Do të shihemi sërish në videon tjetër.